Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni. Aktualiteti politik natyrisht është i tej ngjeshur me mbivendosje ngjarjesh të rëndësishme, por në mesin e tyre jemi përpjekur të gjejmë diçka pozitive që po ndodh apo pritet të ndodh. Flas për projekte konkrete, nisma bashkëpunimi me fondacionin gjerman Konrad Adenauer. Dhe pikërisht për të diskutuar për këto projekte me të rinjt kemi në studio Golvin Veliu, koordinatori projekteve të shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik, edhe kryetari forumit të rinor. Mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Nisma të tilla që duhen përshëndetur apo jo, Veliu? Pa diskutim. Dhe që janë dobiprurse, afat shkurtër edhe afat gjatë. Patjetër. Neve shikojmë që situata politike apo dhe ekonomike apo dhe prej pandemisë kjo i ka rënduar pak sidomos në vende që janë më vulnerabël ndaj themi krizave. Dhe kemi filluar të merremi kryesisht me problemet, pa parë që çdo problem në fakt do dhe zgjidhje përkatëse. Dhe në rastin konkret, neve po mundohemi që në shumësinë e problemeve që ka shoqëria shqiptare apo dhe veçanërisht rinia, të ndihmojmë aq sa mundemi me projekte konkrete, të cilat në bashkëpunim, siç e thatë edhe juve, me fondacionin gjerman? Me fondacionin gjerman Konrad Adenauer, apo dhe në projekte tjera me fondacione apo biznese apo miq tjerë të përndjekurve, të cilët na kanë ndihmuar, neve po mundohemi të bëjmë pjesën tonë, duke futur në këtë rast disa trajnime që i referohen pikërisht stresës së të përndjekurve dhe rinisë të përndjekurve. Neve kemi pasur mundësinë të flasim pak edhe herën e kaluar për atë ndarjen që kanë dashur të bëjnë midis brezave të përndjekurve, duke i lokalizuar ata vetëm tek moshat më të mëdhaja, duke thënë që ata kanë vuajtur drejt për drejt, por në fakt janë edhe shtresa, pasojat janë edhe tek brezi më i ri. Janë dhe të rinjt që kanë dalë nga këto familje, të cilët normalisht duan të vazhdojnë këtë traditë që ka qenë kundër regjimit, kundër diktaturës, që përmbante brenda vetes vlerat më të mira të shoqërisë së kohës. Pra, nëse i referohemi të përndjekurve politik, këta që neve ftojmë për trajnimin, këto do të jenë bijat, niprit dhe mbesat e disa nga personave që kanë qenë vërtet krenari për Shqipërinë, sepse që në kohën e ardhjes së diktaturës, ata kanë qenë të shkolluar jashtë. Nëse do të shikonim listën e të pushkatuarve, të burgosurve, kanë qenë inxhinier të studiuar në Rom, kanë qenë oficer karriere, mjek, mësues të studiuar në Paris, që në atë kohë. Pra edhe sot e kësaj dite neve e kemi përmburje nëse dikush ka studiuar jashtë, ndërkohë që paraardhësit e të rinjve të përndjekurve kanë qenë që atëherë. Kështu që këta nuk kanë pse vetëm thjesht të ndihen keq apo të merren me çështjen e dëmshpërblimeve, problematikave. Por edhe nga dëmshpërblimi financiar i kanë përjashtuar, pas 2013-s. Jo, mbaj mend ka qenë një tentativë, por pastaj u rikorrigjuar. Që Nipi dhe Mbesa nuk përfiton se ka vuajtur gjyshi dhe Nipi dhe Mbesa. Pa diskutim, është që në ligjin e trashëgimisë normalisht që nëse ti ja ke privuar dëmshpërblimin personit që e ka vuajtur drejt për drejt atë, dhe nëse ai për shembull ka qenë familjar, atëherë ky familjar ka pasur përgjegjësi dhe për këto fëmijët e tij ose edhe për Niprit dhe Mbesat. Kështu që pa diskutim, nëse ai se ka marrë, do t'i takoj këtyre që trashëgimia, që të vijë drejtësia në vend, që të bëhet një lloj le të themi kompensimi edhe i Niprëve apo Mbesave sipas asaj që i takon sipas ligjit. Projekti konkret në fakt zhvillohet për rinin, për rolin dhe angazhimin e tyre social, politik në shoqëri. Dhe neve kemi shpallur edhe në faqen e Facebookut që ka shoqata. Kemi pasur aplikantë. Ku mund të aplikojnë Veliu, te cila faqe? Është shoqata antikomuniste të përndjekurve politik, pra aty është bërë njoftimi, sepse projekti menaxhohet
nga Dega e Tiranës në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer, kështu që të gjithë të rinjt, të cilët plotësojnë kriteret janë minimaliste, nuk është se janë kritere, le të themi që nuk i plotësojnë do të shumë veta, ka shumë të rinj të përndjekurve politik, sepse kriteri është pjesa e shkollës së lartë. Kjo për të pasur të mundur. Pra, të vetmet kritere këto janë. Mjafton të jenë pasardhës. Të jenë pasardhës të përndjekurve politik. Kriteri i moshës, të jenë të rinj dhe të kenë mbaruar arsimin e lartë. 23 deri në 35 vjeç, sepse kjo është pak a shumë grup mosha e të rinjve që kanë mbaruar shkollën dhe janë në kërkim të formimit të tyre. Dhe qëllimi kryesor i këtyre është për t'i treguar këtyre të rinjve që nuk mund të jenë vetëm të interesuar apo të reagojnë vetëm nga ulsja në kafene apo nga vendi përballë televizorit, por ata kanë një pozicion social, kanë disa të drejta dhe detyrime sociale, të cilat pasaj konvertohen dhe në të drejta dhe detyrime ligjore që kanë këta, apo dhe institucionet të cilat këto i drejtohen, dhe në momentin që këta marrin një formim të tillë, këta do të jenë gati, sepse janë 3 trajnime. Mbas këtij tematikat e trajnimeve, Veliu e para dhe e dyta, kjo është edhe një formë për t'i thithur, për të marrë vëmendjen e tyre dhe për t'u angazhuar tek pa diskutim. Ky është qëllimi kryesor, sepse ne nuk duam që të kujtohemi për të rinjt vetëm ditën që ka zgjedhje, që të kthehemi në një trup politike për të zgjedhurit e radhës. Ne dëshirojmë, sepse problematika e të përndjekurve politikë është një problematikë e përditshme, e cila prek të gjitha sferat e shoqërisë, që nga pjesa e arsimimit, aspekti social, aspekti ekonomik. Kështu që nëse neve punojmë në mënyrë të vazhdueshme dhe krijojmë besueshmërinë si shoqat dhe si grup përfaqësuesi i të përndjekurve politik, kemi edhe ne nesër pas nesër mundësinë që këto pasaj ti përkthejmë në nisma, ti përkthejmë në... Pra, një motivim për një angazhim politik të rinjve, pse jo, për të mbrojtur kauzën tuaj pastaj. Qëllimi kryesor është që të rinjt e të përndjekurve politik të çojnë në vend amanetin e gjyshëve, baballarëve, nënave. Si jemi deri tani, Veliu, me pjesëmarrjen e të rinjve në angazhime të tilla? Atëherë, nuk jemi as pak aty ku neve do të dëshironim, dhe prandaj neve po i përkthejmë të gjithë dëshirat që ne kemi në angazhime konkrete, në mënyrë që neve të bëjmë pjesën tonë dhe normalisht i takon të rinjve të përndjekurve politik të vinë, të jenë pjesë dhe pa diskutim, ata që do jenë individualitetet dhe do kenë performancën më të mirë, padyshim janë të ftuar të bashkëpunojnë, qoftë me shoqatën tonë, apo qoftë edhe me partitë politike të djathta, në mënyrë që nga spektator të arenës politike dhe vendimarrjes të kthehen në aktor, të kthehen në ushtrues të drejtave të tyre. Dhe pikërisht të trajnime këtë kanë si fokus. Pra, nëse ka një energji tek njerëzit, që nëse ata e ndjejnë që gjërat nuk shkojnë dhe e ndjejnë që duhet të reagojnë, duhet t'i kanalizojmë që të reagojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, nuk janë vetëm, le të themi, protestat e dhunshme, mënyrë reagimi, apo edhe pjesëmarrja në le të themi, si grupacione militantësh në parti politike, por ka demokracia dhe legjislacioni jep mundësi për të marrë pjesë dhe për të kërkuar të drejtat në shumë mënyra dhe nga kërkues që janë të përndjekurit politik përgjithsisht tek partitë politike, të jenë partitë politike, gjithmonë flitet për ato të djatha që janë të lidhura me historikun e të përndjekurit, të jenë ato që mbasi ta shikojnë që ka një grup njerëzish të organizuar, të cilët janë të aftë të kërkojnë të drejtat e tyre, të marrin pjesë në jetën publike të vendit, atëherë do të jetë domosdoshmëri e këtyre partive t'i ftojnë dhe t'i bëjnë pjesë dhe më pas t'i gjetë edhe zgjidhja problemeve të mbartura që kanë të përndjekur politik. Tematikat e trajnimeve, cilat do të janë? Atëherë, projekti i parë ka pikërisht rolin e të rinjve në shoqëri, angazhimin e tyre politike dhe social. Tematika e dytë ka të bëjë me të drejtat e njerëzit, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme që ata të njihen me bazën ligjore që ja u garanton të drejtat e tyre,
Pra vërtet ata nesër pas nesër do të kërkojnë për shembull një dëm shpërblim, po ka një legjislacion për këtë gjë që ja u garanton atyre të drejtat, ka legjislacion vendas dhe legjislacion tuaj. Referuar konventave ndërkombëtare. Pa diskutim, ka edhe një numër të madh rastesh që cilët nuk e kanë gjetur të drejtën në Shqipëri dhe i kanë çuar çështjet për gjykim edhe në instanca ndërkombëtare, por e gjitha kjo është bërë më shumë në mënyrë individuale. Legjislacionit, po. Por ajo që neve duam edhe si shoqat edhe si të përndjekur është që neve të japim një shtys, duke i dhënë informacionin e duhur që një person që ka një problematikë të caktuar, të mos presi zgjedhjet e radhës me shpresën se do bëhet diçka, por ta adresojmë që të shkojë tek institucionet e duhura, të përdori bazën e duhur ligjore dhe pse jo, edhe nëpërmjet. A i kemi institucionet e duhura pastaj të drejtësisë funksionale, ta lëm temë diskutimi për në fund të bisedës. Neve flasim gjithmonë me mundësitë që kemi. Asnjë vend në glob nuk ka drejtësinë ideale, kushtet ideale. Por kjo është mënyra e vetme demokratike që ne kemi. Në mënyrë tjetër Tematika e tretë, Veliu? Tematika e tretë ka lidhje me leadershipin, sepse një ndër problematikat kryesore që neve shohim të rinjt, është se të rinjt nuk marrin angazhime për të shfaqur në le të themi pozicione lideri që të bëjnë një lloj ndarje midis le të themi të rinjve dhe grupacioneve politike. Për shembull, neve kemi parë në protestat studentore që një ndër problemet kryesore ishte i protestës se ajo nuk prodhoi lider. Pra, protesta studentore e vitit 90, për shembull, prodhoi plejadën që bëri dhe qeverisjen e vendit. Azemajgari me shok. Pa diskutim, ndërsa protesta studentore e fundit që u bë kundër qeverisë për ato kushte që studentët kërkonin, në fakt nuk prodhoi asnjë lider nga studentët. Dhe neve dëshirojmë shumë që nëpërmjet informacionit të dur, të mos kenë frikë, të mos intimidohen nga çdo lloj presioni që mund të vijë qoftë nga partitë politike, të cilat në një farë mënyrë janë kthyer në kancelari ku kemi kopjen me ngjyra të liderit dhe çdo person tjetër pastaj është një fotokopje pa ngjyra e liderit, të cilët e imitojnë, sidomos të Partia Socialiste, po të shikosh edhe të rinjt që janë bërë pjesë aty, në pozicione ministra apo më poshtë, flasin si lideri, gjithë gestikulacionet e gjitha e imitojnë në çdo drejtim, gjë që neve si shoqata antikomuniste pikërisht, meqenëse komunizmi si sistem politik nuk jeton më, por le të themi mënyra e tij, modeli i tij ka ngelur akoma dhe këtë neve duam ta çrënjosim, duke i dhënë mundësinë të rinjve që ata të shikojnë që ka dhe shembuj të tjerë, sidomos edhe në botë, bile neve kemi edhe shembullin e Kosovës, ku aty, pavarësisht se ishte një kast politike e dalë nga lufta, u zëvendësua pastaj me partinë vetëvendosjes, e cila doli nga një reagim qytetar, le të themi, gjë që në Shqipëri akoma kemi ngelur tek pjesa le të themi tradicionale e të bërit politik. Veliu, në lidhje me dekomunistizimin, sa të interesuar i shikoni të rinjt? Të rinjt që vinë nga shtresa e të përndjekur politikë? Ideja e dekomunistizimit është e tillë. Vetë komunizmi ishte një sistem dhe një mbartja e ideve komuniste ishte një proces që zgjati për rreth 50 vjet, 45 vjet. Pra u desh një kohë gjatë që njerëzit dhe brezat të mbartin ato ide. Kështu që unë kam parë shpesh debatin edhe duke qenë vetë edhe me formim juridik, po edhe me persona të tjerë të rinj që janë nga shtresa e të përndjekurve, shpesh herë neve e gjejmë zgjidhjen te pjesa e bërjes së një ligji. Është njësoj si të themi neve që do propozojmë që të bëjmë një ligj që të heqim varfërinë. A do kishte ndonjë efekt ky? Asnjë efekt. Sepse ne mund të bëjmë ligje sa duam që s'do ketë më të varfër, por ajo që na duhet një proces i mirëfill. Dhe në radh të parë, dekomunistizimi fillon nga funksionimi i demokracisë. Sepse njerëzit, sidomos ata që i kanë jetuar të dyja kohët, bëjnë një krahasim midis si ishin në komunizëm dhe si janë sot. Dhe në momentin që ata shikojnë vrasje në rrugë, shikojnë varfëri, të gjitha këto automatikisht kjo është si më thënë antireklama më e keqe që neve mund të bëjmë. Mund të bëjë demokracisë. Që i bëjmë demokracisë sepse i japim atyre mundësinë që t'i thonë brezit të tyre të ri, ata që kanë qenë
me ide komuniste në atë kohë, që t'i thonë shiko se atëherë ka qenë më mirë, edhe shikojmë pastaj... Se atëherë të vriste partia, nuk hanën kokat bandat në rrugë. Dhe ajo që ndodh është që këta të rinj nuk e kanë marrë informacionin në dur se kush ka qenë komunizmi në të vërtetë. Nuk e din këta që mund të ishe i shkolluar, mund të ishe me të gjitha le të themi atributet e mira për një kontribut social dhe të vinte dikush me listën e partisë dhe të vriste në pragun e derës të shtëpisë dhe të humnin dhe eshtrat dhe familja jote çoheshe në internim dhe vuajtje të tjera pastaj në përburgje në për gjitha këto, pse? Sepse ti ishe kundra regjimit dhe këto janë gjëra që neve për shembull e kemi të vështirë edhe ne që jemi në këtë studio të arrijmë të numërojmë një grup personash që mund të kenë qenë atletar dhe që kanë dhënë kontributin e tyre dhe jo vetëm që nuk janë shpërblyer nga sistemi, po janë përndjekur, janë burgosur, janë vrarë edhe ata dhe familja e tyre. Kështu që të rinj duhet ta dinë dhe janë retushuar nga historia, kemi firmëtarët e pavarësisë për shembull që pa diskutim, të rinj duhet ta dinë mirë që pikërisht ka qenë ajka e vendit ajo që është sulmuar nga komunizmi dhe sjellja e komunistëve ka qenë e denjë për një organizatë terroriste. Pra, Veliu, po përpiqem të kuptoj midis rreshtave, jo më viktimizim, thonë juve, por ndjesi krenarie për çfarë kanë përfaqësuar paraardhësit e tyre dhe për të vijuar në rrugën e tyre. Kjo është kryesorja. Nëse do njihesh e historia siç duhet, jam i sigurt që të rinjt, jo vetëm që s'do ta mendonin asnjëherë komunizmin si alternativ, por përkundrazi ata që vinë nga familjet e të përndjekura do ishin shumë krenar, domthonë për atë trashëgimi historike që mbartin në familjet e tyre. Kështu që dekomunistizimi në radhë parë duhet fillojë që nga kurrikulat shkollore, absolutisht, vazhdon të jetë thuajse e njëjta. Të ndryshoj qëndrimi ndaj figurave të komunizmit, ndaj mënyrës së sjelljes, në njohjen e legjislacionit që ka pasur komunizmi në mënyrën se si ai operonte dhe kjo është shërbimi më i mirë se sa mund t'i bëjmë neve duke nxjerrë thjesht një ligj edhe për konsum të brendshëm politik, ku hapet një herë diskutimi për dosjet, do hapen, këto pastaj janë diskutime që duhet ishin bërë në kohën e dur. Sot jemi në pikën që neve duhet të largohemi një herë mirë nga idet komuniste dhe nga idet ekstremiste. Sepse po shikojmë që edhe në vendet tjera të Europës, kriza ekonomike shpesh i çon njerëzit drejt ideve radikale apo ndryshimeve që janë të bukura në aspektin teorik në njërë, për që në fakt në praktik kanë prodhuar shumë viktima. Veliu, aktualiteti politik në optikën tuaj, që natyrisht përfaqësoni të përndjekurit politik të rinjt? Aktualiteti politik në fakt, këtu është edhe mendimi im personal, sepse nuk mund të them se mund të flas në emër të gjithë përndjekurit politik, se e mira e demokracisë kjo është që ka mendime të ndryshme. Ajo që do shikoja unë, sepse na shqetëson shumë pjesa e zhvillimeve në Partinë Demokratike. Partia Demokratike është, le të themi, shtëpia jonë natyrale e të gjithë përndjekurve politik dhe neve nuk e ndjejmë veten as si deg, as si zgjatim i Partisë Demokratike, ne ndjejmë veten si pjesë përbërëse e ADN-s edhe trungut të Partisë Demokratike. Kështu që këto zhvillime, duke qenë se Partia Demokratike ka dy sfera, ka sferën e saj të brendshme, ku janë simpatizantët dhe votuesit e Partisë Demokratike, ka dhe sferën e saj të jashtme, sepse duke qenë në opozit, ajo është alternativa ndaj pushtetit. Që do të thotë, një person që ka votuar deri dje Partinë Socialiste, nëse ky person ngelet i zgënjur nga Partia Socialiste, atëherë ky ku do shkojë? Apo nëse ky ka qenë indiferent dhe nuk ka votuar. Dhe sot merr të drejtën për të votuar, atëherë ky ku do shkojë? Ky do shkojë tek opozita normalisht, sepse vetëm nëpërmjet saj vjen ndryshimi. Por një parti demokratike, në të cilën nuk zhvillohet një ngjarje brendshme, në të cilën modeli amerikan merret vetëm në pjesën që mund t'i pëlqejë dikujt dhe pastaj te pjesa tjetër nuk merret modeli amerikan, i cili është modeli i zhvillimit primareve për garat paraprake para zgjedhjeve, është modeli i liderit i cili edhe pse mund të fitojë dy zgjedhje rresht, pastaj largohet për qarkulluar elitat.
Dhe pastaj edhe pjesa tjetër për të shkuar në skenare dhune apo marrje godine, këto nuk i bëjnë der Partisë Demokratike dhe këto nuk e çojnë Partinë Demokratike që të jetë një alternativë pushteti më e mirë se sa ajo që neve kemi, sepse nëse akuzohet pushteti Partisë Socialiste se ka vjedhur zgjedhje, atëherë kundër shembullit duhet të jetë që duhet të kesh zgjedhje që vota respektohet. Duhet të kesh zgjedhje brenda partisë tënde në mënyrë që dhe ai që nuk është votues jot, nesër pas nesër nëpërmjet modelit që ti jep të ketë besueshmërinë e mjaftueshme që të t'japit drejtën ty për të qeverisur. Dhe për këtë gjë, ndjeshmëria jonë shumë e madhe, sepse dëshira jonë është që të jetë një garë, një proces në të cilin të lindin lidera të cilët nuk janë të padiskutueshëm, të cilët testohen në zgjedhje të brendshme, në zgjedhje pastaj lokale të përgjithshme dhe pa diskutim meritokracia pastaj, sepse nëpërmjet qarkullimit të lidave ti jep mundësinë një personi i cili nuk e ka realizuar qëllimin të largohet dhe të vi dikush i cili mund ta realizojë atë qëllimin dhe mund të sjellë Partinë Demokratike në pushtet, sepse unë nuk e shikoj që Partia Demokratike mund të vinë në pushtet me urdhër ambasadorësh apo me le të themi konjunktura të cilat mund të jenë për shembull bashkimi shumë partive, siç ishte në këto zgjedhje, ku brenda xhirit të opozitës ishin bërë bashkë legalistët edhe republikanët, gjë që nuk ndodh në asnjë vend, apo PBD-ja me Kjo ka qenë gjithmonë në fakt, kështu që duhet ketë një bazë edhe bashkimi elektoral, apo PD-ja me LSI-n që deri ka të vjet e para të mandatit, domethënë LSI-ja ishte e keqja, edhe pastaj Partia Demokratike mund t'i fitojë edhe vetëm paktën si parti e parë legjitime për të krijuar qeverinë, pastaj pjesa e koalicioneve mund të jetë diçka tjetër, mund t'i fitojë nëse jep shembullin e mirë. Kemi parë edhe rastet në botë kur grupime të lindura nga një grup i vogël njerëzish si fillim, por që pastaj kanë pasur një kauz të drejtë, ato janë përkrahur nga shumica e popullsisë dhe kanë sjellë edhe qoftë ndryshime pushteti apo qoftë edhe revolucione. Veriu, problem edhe ikja e të rinjve nga Shqipëria, na ka mbetur rinim në vend? Po pa diskutim, në fakt edhe shifrat janë të frikshme. Rësisht janë të rinj. Edhe modeli që fatkeqësisht në një promovohet i të rinjve në media është modeli të rinjve të suksesshëm, pikërisht është modeli atyre të rinjve pa punë me varse floriri në qafë, cilët propagandohen si model suksesi, ndërkohë që realiteti është krejt i kundërt. Rinia për fat keq në qafë nuk ka më atë varsen e floririt, po ka lakun e detyrimeve dhe problemeve qofshin ekonomike dhe sociale. Një ri i cili sapo ka mbaruar shkollën që ditën e parë përballet me mungesën e papunësisë, përballet me mungesën e punës, me mungesën e gjetjes së të drejtës, nuk gjen një vend ku të bëjë një garë. Është bërë luks edhe të mbarojë arsimimin, Veliu. Po, luks është bërë edhe arsimin. Arsimin mund ta mbarojnë, për në gjendjen ekonomike. Çështja e arsimit më shumë se sa çështje sasiore është çështje kualitative. Pra ne mund të kemi shumë njerëz me shkollë, po realisht me diplomë, por realisht niveli i tyre intelektual, dhe kjo duket sapo ata shkojnë në tregun e huaj, kur këtu pretendojnë të zenë vende si drejtor apo menaxher, kur shkojnë jashtë pastaj mund të punojnë në strukturat më të ulta të një biznesi. Ashtu sikur se kemi dhe të rinj të arsimuar mirë që jashtë Shqipërisë kanë gjetur veten shumë më tepër se këtu faktikisht. Ka dy lloje emigracioni, ka emigracion shpresë, ka dhe emigracion dëshpërimi. Neve fatkeqësisht jemi te i dyti. Jemi tek i dyti, sepse që të ketë të rinj që kanë shpresë që jashtë mund të gjejnë diçka më të mirë, kjo ndodh në çdo vend, kudo edhe italianët emigrojnë, edhe gjermanët emigrojnë, shkojnë në përvendet përreth ku gjejnë një mundësi më të mirë punësimi. Kjo është gjë tjetër, kjo është shumë e mirë dhe neve i nxisim gjithë ata që duan të kenë një formim perëndimor. Por që të shkojnë nga dëshpërimi, se këtu nuk gjejnë dot asnjë lloj mundësie dhe të detyrohen të lënë familjen, qoftë familjen e tyre të prindërve, qoftë edhe familjet e tyre të reja. Kemi shumë raste kur shkon burri dhe le gruan me fëmijën. Këto pastaj kthehen nga emigrimi me shpresë në emigrim me
Dëshpërimi, po. Emigrim e dëshpërimi. Veriu, dhe së fundmi, me qënë se vetë keni studiuar në fakultetin pra jeni jurist me profesion, shmendim kemi një për reformën në drejtësi? Reforma në drejtësi, edhe këtu kthehem pak te pjesa edhe mendimit personal, sepse normalisht... Po patyshim, unë prandaj u pyeta. Po, reforma në drejtësi nuk ka se si të ndodhte ndryshe që t'ishte një reformë e suksesshme që nga mënyra se si u votua. Na kujtovi pak sistemin e kaluar me 140 vota pro, dhe kushdo që është marrë me projekte, dhe unë si koordinatori projekteve, dim që çdo projekt, sa do i mirë tjetë, me i mirë i mundshëm, ka dhe një oponencë. Pra, nuk mundet që një reformë kaq e rëndësishme të kishte 140 veta pro. Do kishte edhe disa persona që në pari mund të ishin pro, po mund të mos ishin dakord me gjëra të caktuara dhe të këtë ta shprehnin nëpërmjet votës së tyre kundër bërjes të reformës në këtë mënyrë. Fakti që këtu reforma në drejtësi u votua 140 veta, 100% pro, kjo tregon që ka një gjë që nuk shkon me këtë reformë, edhe normalisht reforma në drejtësi që kur ka ndryshuar sistemin në Shqipëri janë bërë plot, dhe çdo le të themi 2 vjet ne dëgjojmë reforma në drejtësi, reforma zgjedhore, reforma territoriale, fjala reform ka një inflacion të fjalës reform. Dhe ajo që ndodh është ndryshimi i gjërave në sipërfaqe, për shembull, nëse u bën një reformë që gjykata nga gjykatë normale u kthye në gjykatën e krimeve të rënda dhe prokurori të krimeve të rënda, tash u bën një ndryshim që u kthye në gjykatë speciale kundër krimit dhe korrupsionit, pra ju vun disa emra të rinj, u morën disa persona që po ishin pjesë e sistemit. Pa nuk u bën një reformë reale në kuptimin që të merrte kohën e vet. Edhe ajo reformë që u votua me 140 karton jeshil pati mutacion gjatë rrugës. Po pa diskutim, sepse në momentin që gjërat nuk bëhen në mënyrën e dur, ato do kenë shumë ndryshime gjatë rrugës dhe këto ndryshime që bëhen gjatë rrugës më pas prishin dhe thelbin. Pra, ti e nis nga një qëllim i caktuar dhe momentin që ke shumë ndryshime, harron edhe qëllimin fillestar për cilin ajo është krijuar dhe ne po shikojmë edhe rezultatet konkrete. Pra nuk kemi as edhe një rast personash që janë me pushtet në qeveri, zyrtar të lartë kryesisht, zyrtar të lartë që të jenë të paktën të çuar përpara drejtësisë, se pjesa e dënimit, pastaj ne kemi prezumimin e pafajësisë, nuk mund ta vendosim ne me gjykim politik, pastaj se kthehemi shumë mbrapa në kohë, që janë apo janë të fashëm, po të paktën duhet të çuar, sepse fakti që ka shumë le të themi diskutim për shumë tendera, edhe me zë dhe figurë. Pa diskutim. Ka pasur skandale që. Ka pasur skandale të cilat meritojnë një ndjekje le të themi serioze deri në nivelet më të larta, sepse është e pa imagjinueshme që të mendosh që në një tender miliona eurosh ministri s'ka pasur djeni, apo kryeministri s'ka pasur djeni, sepse ne shikojmë edhe në vendet e tjera, në vendet të cilat ne aspirojmë që ti ndjekim si shembull, për skandale shumë herë më të vogla dhe për gjëra të cilat mund të kenë qenë në një proces gjyqësor në cilin personi edhe mund të ketë dalë i pafajshëm, apo pikërisht për faktin që është lakuar emri dhe ka pasur përgjegjësi, nëse s'ka pasur penale, ka pasur morale dhe politike, atëherë ka dhënë ndërheqjen duke dhënë shembullin e mos ndikimit të drejtësisë. Sepse në momentin që ti edhe në pushtet dhe bëhet edhe një hetim ndaj teje, është shumë e lehtë që ti, se Shqipëria është vend i vogël, nëpërmjet metodave të shantazhit apo dhe të ofrimit në drejtësi ishte aty. Ofrimit të mirave materiale për prokurorët edhe gjyqtarët që ti ndikosh ato. Plus që ka edhe një gjë tjetër që nga eksperienca edhe në vende të tjera, reformat në drejtësi nuk mund të bëhet nëpërmjet grupit të interesit që është kundër kësaj reforme në drejtësi. Çfarë do të them me këtë? Pra, neve për shembull nuk mund të kemi një kompani alarmesh që ta ketë bërë alarmin për vjedhjen e shtëpisë me hajdutët e shtëpive. Sepse këta janë të interesuar që ky sistem alarmi mos funksionojë, sesa të jenë të interesuar që ky sistem alarmi të funksionojë. Dhe reforma në drejtësi u bë me idenë që lënda bazë tyre do ishin politikanët e korruptuar.
Tani, nuk ka mundësi që këta politikanë që do jenë subjekt, sidomos qeveritar, votojnë 140 jo vetëm të votojnë 140, po të jenë pro çdo lloj nisme, pra ta përqafojnë kaq shumë reformën në drejtësi, e cila do ketë këta për subjekt për t'i dënuar në rast se këta gabojnë. Pa këta nuk mund të jenë me mision hynor që këta kanë ardhur janë të pagabushëm dhe të thonë, okej, ne tashi duam reformën drejtësi, se kjo reformë drejtësi kundër kuj na hetoni dhe na dënoni. Pikërisht. Kështu që mundësia që e bërë në këtë mënyrë, kjo reformë, domethënë t'japi atë drejtësinë që neve na ka munguar për shumë kohë, është shumë e vogël. Unë nuk dua të jem pesimist edhe nihilist për çdo gjë. Ka akoma kohë, gjithmonë mendoj që diçka të bëhet në mënyrën e dur, por kur shikoj mënyrën se si procedohet, pastaj gjithmonë skepticizmi ngelet aty dhe shpresoj mos kem të drejtë në të. Veliu, për të përfunduar bisedën së bashku, edhe një herë për të rinjtë e interesuar për nismën tuaj, ku të aplikojnë, si të aplikojnë? Ne i ftojmë, ato kanë edhe një adresë emaili të përndjekurit @gmail.com, cili mund të sjellin aplikimet e tyre nëse plotësojnë kriteret, mund të aplikojnë në faqen e Facebookut të shoqatës. Gjithashtu, nëse dëshirojnë, mund të aplikojnë drejt për drejt edhe tek njoftimi që ka bërë edhe Fondacioni Konrad Adenauer, të cilin neve gjejmë rastin ta falenderojmë për mbështetjen e kësaj nisme. E vazhdueshme që jep për shtresën tuaj. Edhe miq të tillë i duhen edhe shtresës së përndjekurve, po dhe Shqipërisë sidomos, sepse të gjithë ata të rinj që neve duam të trajnojmë dhe duam që të jemi krah tyre në le të themi rrugtimin e tyre të jetës, pastaj do më mirë që të kthehen në një investim për shoqërinë shqiptare. Për veten edhe për shoqërinë shqiptare. Kriteret janë shumë të thjeshta që të mos trëmben të rinjt, mjafton të jenë të moshës nga 23 deri në 35 vjeç. Kenë arsimin e lartë dhe të vinë nga shtresat përndjekurve politikë dhe janë të mirëpritur normalisht për të aplikuar pa diskutim. Ne mirëpresim edhe le të themi sugjerime prej tyre, sepse shumë nga këta të rinj kanë pasur edhe eksperjenca qoftë në organizata, disa vinë edhe nga jashtë, kështu që ne jemi të hapur, ti mirëpresim qoftë tek faqja, qoftë edhe tek zyrat e shoqatës për të parë bashkarisht pasaj edhe projekte të ardhshme. Goldvin Veliu, faleminderit për bisedën, edhe suksese. Faleminderit. Do diskutojmë edhe pas trajnimit, padyshim. Faleminderit. Falenderim edhe për ju, zonja dhe zotrina Ndoqët. Ardeno, lider në mobilim. Arredojmë shtëpi, bare, restorante, shkolla, qerdhe, hotele dhe ambientet jashtme. Tipari ndallues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitektur, si dhe zbatime montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Maltëzi. Ardeno, arti i mobilimit. Miq, kemi lajme fantastike për ju. Koha për shkollë erdhi dhe të gjithë të shkojmë tek Infinity. Ekspertët e shkollave këtë sezon ju këshillojnë kancelarit Infinity. Aty i gjeni ofertat më të mira me ulje deri në 55%. Çanta me dizajne të ndryshme duke filluar nga 790 lek. Kuletat e shkollës për vetëm 70 lek. Fletore italiane me cilësi dhe çmim fantastik. Me 1990 lek merr setin e duhur për shkollë të markës Key Road. Çantë stilolapsa stabilo, kulet, set vizore, lapsa, korrektor. Besojnë specialistëve të artikujve shkollor tek Infinity. Më lire më mirë se kudo. Rrjetin më të madh të kancelarive në Shqipëri, Infinity, e gjeni në çdo qytet dhe në Tiranë në çdo lagje. Vraponi, pasi sasitë dhe ofertat zgjasin pak ditë.
Teleshëndet është risia e mjekësisë moderne që ju mundson të keni mjekun me vete 24 orë kudo ku ju ndodheni, dhe këtë shërbim u ofron vetëm Sigal Unica Group Austria. Më duhet udhtoj disa ditë jashtë Shqipërisë dhe u këshillova me mjekët e Teleshëndet se çfarë mund të bëjnë nëse më ndodh diçka. Dhe e dini çfarë? Unë mund t'i telefonoj mjekët e Teleshëndet nga kudo ku ndodhem, në Shqipëri apo jashtë vendit, nuk ka rëndësi. Mjafton që të kem internet në telefonin tim dhe mund të komunikoj me ta me telefonat ose video në çdo kohë dhe për çdo problem. Dhe po nisem super e qetë, sepse fal Teleshëndet unë mjekun e kam me vete. Teleshëndet, vetëm nga Sigal Unica Group Austria. Lider në mobilim. Arredojmë shtëpi, bare, restorante, shkolla, qerdhe, hotele dhe ambientet jashtme. Tipari ndallues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitektur, si dhe zbatime montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Maltëzi. Ardeno, arti i mobilimit.